Në këtë shembull, një funksion JavaScript vendoset në seksionin Head të një faqeje HTML. Funksioni lajmërohet, thirret, kur klikohet një buton. Në këtë shembull, një funksion JavaScript vendoset në seksionin body të një faqeje HTML. Funksioni lajmërohet, thirret, kur klikohet një buton. Skriptet e jashtme janë praktike kur i njëjti kod përdoret në shumë faqe të ndryshme interneti. Skedarët JavaScript kanë prapashtesën JS. Për të përdorur një skript të jashtëm, vendosni emrin e skedarit të skriptit në atributin burimor të një etikete skript. Një skript i jashtëm mund të referencohet në 3 mënyra të ndryshme. Me një URL të plot, një adresë të plot interneti. Me një shteg skedari si JS. Pa asnjë shteg.